Mirë se kena ardhur në program, miq dashur, ju përshëndesim, ju urojmë një ditë shumë të këndshme përpara. Unë jam Blendi, kjo është Jeri, ai është Altini, Olta dhe Lorian këtu dhe nuk kemi vetëm, kemi edhe dy miq që sapo kanë mbritur këtu në studion ton. Rudi Gitar, The Old Black Circus quhet bandi nga Vinta grupi. Leonard Soili është gjithashtu këtu me ne që është pjesëtar i grupit. Mirë se na keni ardhur këtu Rudi edhe Leonard. Martita, mirë u gjetëm. Do të ndodhi kështu. Rudi Gitar dhe The Old Black Circus janë një grup nga Parisi, cilët luajnë muzikë cilën unë kam pak vështirë ta përkufizoj sepse është origjinale në llojin e vet. Por Rudi bashkë me Leonardin këtu do të na shpjegojnë pak më shumë për muzikën e tyre dhe kanë dy shfaqje në Tiranë dhe një në Prishtinë këto ditët e fundit, për cilat neve dëshirojmë që t'ju informojmë dhe juve, nëse ju intereson kjo lloj muzike, mund të shkoni të dëgjoni ata. Atëherë, unë dua t'ju pyes në fillim, na tregoni pak për veten, kush jeni ju nga vini dhe çfarë lloj muzike luani? Unë si Leonard apo grupi? Si grup, po. Si grupi jemi të gjithë që vim nga universe krejt të ndryshme. Për shembull Rudi ka qenë këngëtar solo, vetëm me kitare, bënte koncerte vet para një publiku që e kishte, domethënë që e ndiqte ka disa vite. Edhe një ditë donte të formonte një grup që të hapet pak, që të bëj koncerte më të mëdha, festivale gjëra. Sepse muzikantë që janë solo nuk para kanë shumë sukses. Edhe plus asaj t'i pëlqen eksperimentet me instrumente të ndryshme. Kena bërë te albumi, kena përdorur shumë edhe tenxhere. Sidomos kena përdorur tavolina ping-pongu, i kemi çka kishim mundësi që bënte tingull e kemi përdorur si instrument. Ashtu, vërtet. A mund të dëgjojmë një klip? Kemi një klip që na tregon pak? Kemi një klip të vogël, mund ta dëgjojmë në këtë moment. Miq dashur, është nga grupi edhe mësojmë pak më shumë mbi ta. Kujdes, se dëgjojmë këtë. Okej, ajo juat Rudi Gitar dhe The Old Black Circus. Rudi, nëse mund ta përshkruar pak, me vërtet komplimenta, është muzika shumë e mirë, edhe prezantimi i grupit shumë i mirë. Rudi, nëse mund na tregosh pak për veten tënde si muzikant, çfarë të ka tërhequr ty te kjo lloj muzike? Çfarë po bën ti ndërkohë? Il demande toi autant que musicien, qu'est-ce qui t'attire dans ce style de musique? Qu'est-ce qui fait que cette musique est créée en fait? En fait, c'est tout simplement parce que c'est
la musique qui sort de moi, de nous, c'est Është thjesht muzike që del nga unë, nga neve bashkë nga bashkëpunimi. on n'essaie pas de faire une musique qui ressemble à tel ou tel artiste qu'on aime. Mundohemi që mos të bëjmë një lloj muzike që të kopjojmë diçka që ekziston çdo njëri nga ana vet. Ouais, ce qui est important pour moi, c'est d'écrire des histoires Ajo që është e rëndësishme për mua është që të shkruaj histori të ndryshme et après de les jouer, de les chanter avec mes tripes. Edhe pastaj është që ta krijoj muzikën dhe të më dali nga shpirti, se më na dali gjithëve nga shpirti. Et de jouer les personnages de ces histoires qui sont des personnages plus ou moins freaky. Dhe të luaj dhe rolin e personazheve kur I këndoj që janë pak atëherë personazhe pak të çuditshëm. Cilat janë historitë që ju përpiqeni tregoni? Cilat janë ngjyrat që ju përcjellni ose përpiqeni sillni përmes muzikës tuaj? Quelles sont les histoires que tu racontes dans le Çfarë CD? frymëzon, domethënë? Qu'est-ce qui vous inspire, enfin, c'est un peu l'univers, quoi. Ce qui m'inspire beaucoup, sont les livres, certains romans de William Burroughs. Librat, romanet e William Burroughs. Et puis certaines descriptions de Proust, notamment, juste des descriptions que j'aime beaucoup. Përshkrimet e Proustit, po marr vesh të okay, shkëlqyshëm. Et ce qui m'influence beaucoup, ce sont, au-delà des musiciens que j'apprécie beaucoup, ce sont la musique du quotidien, en fait, les bruits des machines, les bruits des animaux. Ajo që më jep shumë, më ndihmon shumë që të krijoj, janë zhurma të ndryshme që ngjejmë gjatë ditës, jo një makineri që bën një zhurmë të çuditshme, jo një kanoçe, jo një kështu. Et les histoires qu'on raconte sont souvent soit des histoires d'amour catastrophiques, soit des contes pour enfants un peu perturbés mentalement. Historitë që themi neve janë c'était quoi les histoires quoi? Des histoires d'amour catastrophiques. Histori dashurie katastrofike ose histori kalamajsh, po kalamajsh të çuditshëm. E kuptoj. Këto historitë kanë ca ngjyra të veçanta. Po, kanë një univers që është pak ndryshe. Kjo duket nga muzika edhe nga zëri, duhet ta themi këtë. Për sa kohë është krijuar grupi juaj? Grupi ekziston komplet në formën që është sot ka një vit, pak a shumë, po projekti ka qenë Rudi në bazë dhe ai ça fait combien d'années que tu étais en solo? 2 ans à peu près, j'ai joué 2 ans tout seul. 2 vjet ka qenë vetëm fare derisa e krijuam grupin. Ti po më tregoj pak më parë historinë se si në fillim fare në sallat që mbanin 60 vet juve fusin 80, sallat 80 vendshë juve fusin 100 veta dhe kështu keni filluar të ndjeni dhe të prekni suksesin sepse po pëlqejt kjo në skenën pariziane ku juve luani, të kafeneve, të bareve, të sallave të vogla etj etj. Po, kështu, domethënë nuk e prisni mas neve vet nga momenti që doli, si të them që u krijoi grupi, bëm një koncert, thritëm shokët tanë te koncerti I parë, ishte një sallë shumë e vogël për 50-60 veta dhe u mbush plot, dhe ato pastaj thanë shokëve tyre dhe kështu për hap fjala se nuk kishim që në fillim reklama. Domethënë një mënyrë që të përhapet emri. Edhe që në fillim njerëzit flisnin, më pëlqente muzika sepse besoj, sepse është krejt ndryshe nga skena tradicionale që mund dëgjoni në Paris, e cila është shumë e gjerë, po neve jemi prap jashtë. E kuptoj. Juve jeni paksa ndryshe, jeni ata djem të lënë për jashtë në skenën muzikore. Që rrim vet për jashtë se kena Ndërkohë, sigurisht. Dy koncerte keni për të mbajtur në Tiranë dhe një pastaj në Prishtinë. Tregoni pak për vendet e datat. Të mërkurën është si në shtëpi, besoj se njerëzit. Po, si në shtëpi ndodhet ish roteori I vjetër. Edhe të shtunën në Tiranë është Tirana Express, që është një sallë koncertesh. Pra në Tiranë do të jeni të mërkurën dhe të shtunën. Do thotë nesër në darkë, në çfarë orë është? Në darkë është në orën 9 dhe shpresojmë të shohim sa më tepër njerëz, ato që s'kan mundësi të vinë të mërkurën mund të vinë të shtunën, po që tani domethënë
po flasim që të kthehemi prapë sepse neve po na pëlqen shumë ambienti që është, respektin që kanë njerëzit me muzikantët. Do ta pyesësh pak, mund ta pyesësh pak Rudin për këtë se si po e gjen Shqipërinë në këtë takim të parë që kam me ta. Il demande qu'est-ce que tu penses de l'Albanie dans les peu de jours que tu as passé ici en fait. J'ai pas eu beaucoup le temps de visiter vraiment l'Albanie. On est beaucoup resté à Tirana. Mais par contre, oui, ce qui m'a beaucoup frappé en fait, c'est l'accueil qu'on a reçu. Qui est très très différent humainement de ce qu'on peut connaître nous à Paris. Nga ana njerëzore shumë ndryshe nga ajo që njohim neve në Paris. Po, patjetër. Po. I duket çudi. Është shumë e bukur. Edhe diçka tjetër që po më thoshte përpara që unë mendoj se është e rëndësishme për ta thënë është që ju regjistroni live, nuk regjistroni po. Ta pyesim dhe Rudin për ta futur në bisedë, domethënë mënyra se si regjistroni këngët është live, ajo çfarë ndodh atje, edhe nuk keni pastaj efekte të vëna më mbrapa. Do të thotë që publiku që ju dëgjon, për shembull tek si në shtëpi të mërkurën do dëgjoj pikërisht atë që ju jeni. Il explique pour le CD, pour l'enregistrement, c'est la façon qu'on enregistre en live, en fait, plus ou moins d'expliquer vite fait pourquoi. Ok, parce que, alors, tout simplement, on a commencé à enregistrer en mode studio. Në fillim, piste. Filluam një lloj tipi nxizimi, pist ma pist. C'était dans mon studio traditionnel, c'est që të jetë qualiteti, po. Et pour moi, je trouvais que j'étais pas convaincu, c'était pas ma musique, il manquait l'énergie, il manquait l'essence même de ce qu'on fait. Edhe kur bëm këtë procedurë, domethënë humbi energjinë, humbi jetën, edhe nuk I njihte më këngët e vet ashtu siç I kishte imagjinuar. Même si c'était très bien enregistré. Nuk kishte lidhje me kualitetin, kualiteti ishte shumë I mirë, ishte nga ana muzikale. Kjo muzikë është një ndjenjë në vetë. C'est une musique, c'est un sentiment avant voilà. tout. Quoi. Et c'est pas une question de qualité en fait, c'est une question d'énergie et de vie. Nuk është në lidhje me kualitetin, është më tepër te energjia dhe te jeta, mënyra se si jeton kënga, domethënë që kur nuk e ke metronomin mbi kokë, kur nuk e ke, domethënë interagon me dramerin, me muzikantët e tjerë. Është mrekullueshme. Unë ju falenderoj shumë që ishit këtu në studio me mua sot. Të jurojmë shumë suksese. Të mërkurën miqdashur do thotë nesër tek Si në shtëpi dhe pastaj tek Tirana Express të shtunën do të jetë Rudi Kita and the All Black Circus në këtë CD që dëgjojmë tani në këto momente. Faleminderit shumë që ishit këtu në studio me ne. Merci.